Dje në orën 17:20 punojësit policor të SPB Tetov kanë privuar nga liria 33 vjeçaren e Kënga Shqipëria me qëndrim në Tetov. Des bastisjes në shtëpinë me qira ku jetonte e kryer me urdhër të gjykatës janë gjetur dhe konfiskuar 3 paketime me marijuan. Ajo është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë rastit ndaj saj do të bëhet kallëzim përkatës. Gje pjesëtarët e policisë stacionit policor në Zherovian kanë privuar nga liria personin GS, 25 vjeçar nga fshati Vollkovi e Tetovës për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale vjedhje, të raportuar më 10 nëntor 2025 në një objekt të ndihmës së personit GA nga fshati Vollkovi. Është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës. Te në ora 15 në rrugën e Ilinderit në Gostivar, punojësit policor të Gostivarit kanë privuar nga liria personin S. 18 vjeçar nga fshati Qegran, sepse tek ai është gjetur dhe konfiskuar marijuan. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i përgatitet para shtresë përkatëse. Dje në fshatin Dobërdol të Gostivarit, punojësit policor të stacionit policor Gallat kanë privuar nga liria personin ASH 35 vjeçar nga fshati Dobërdol. Gjatë bastisjes në shtëpinë e tyre e kryer me urdhër të gjykatës, është gjetur dhe konfiskuar një pistolet e kol me një karikator të zbrazat. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës.